Sot në orën 6 mbasdite, Lëvizja Bashkë mbyll fushatën e saj këtu në Tiranë te qendra kulturore pranë katedrales ortodokse. Ka qenë një fushat fantastike, kemi bërë sa kilometra në këmbë me mjetet transportit publik, me bicikleta, kemi përquar mesazhin e shpresës nga do nëpër Shqipëri. Jo vetëm Tiranë, jo vetëm qytetet kryesore të vendit, por në çdo qytet dhe në shumicën e fshatrave të Shqipërisë. Sot unë bëj thirrje të gjithë qytetarëve, somos atyre Tiranës na bashkohen këtu, na bashkohen të rinj, pensionistët, bizneset e vogla, shtresa e mesme profesioniste, bujqit, kushdo që vuan nga padrejtësi shoqërore dhe kërkon një jetë më të mirë. Vendi ynë mund të transformohet, mund të bëhet një vend i begat, i zhvilluar nga pikpamje ekonomike, me drejtësi shoqërore, po që kjo të ndodh, duhet i qeveriset në mënyrë të ndershme. Dhe Lëvizja Bashkë është fund e krye partia e njerëzve të ndershëm, partia e njerëzve që e duan pas një kusht dhe pas një kompromis vendin ton. Në Kuvendin e Shqipërisë kemi për të pasur një prani shumë të mirë deputetësh dhe do të bëjmë një opozitë të mirë argumentuar, të fortë në parime, por jo në rrugaqëri. Prandaj dhe një herë, ju ftoj që sot në orën 6 mbasdite të bashkoheni me ne dhe t'i japim mbylljen e merituar kësaj fushate të jashtëzakonshme, si asnjëherë në historinë e pluralizmit shqiptar.